Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Çka ka në qiell dhe çka ka në tokë falenderojnë Perëndin, sunduesin absolut, të pastër prej të gjitha temetave, të plotfuqishëm dhe të gjithdijshëm. Çdo gjë në qiell dhe në tokë e madhëron me. Të spi për lëvdim Allahun, sunduesin, të pastrin nga çdo emet, nga llimtarin, të urtim. Allahu t'i bën të sbi, do me thënë, e madhëron, e adhuron dhe i nështruar gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Vetëm Allahu t'i është nështruar gjithçka, sepse ai është i plot dhe absolut në pushtetin, sundimin dhe mbretërimin e tij. Allahu t'i përket pushteti i botës se si përmet dhe asaj të poshtme. Të gjithë janë robë të Allahut në pushtetin dhe për kujdesin e tij. Ai është El Kudus, i pastër nga çdo mangësi. Allahu është El Aziz, krenari, ngallënimtari dhe mposhtë si gjithçkaje. Ai është El Hakim, i urti në çdo gjë që ka krijuar dhe në çdo ligj që ka vendosur. Padyshim, këto janë cilësi madhështore që të ftojnë në adhurimin e Allahut të lartësuar se një, të vetëm e të pashoq. Perëndia është ai që ju ka dërguar të pa arsimuarve një profet nga mesi i tyre, që u ka lexuar ajetet e Kuranit dhe i ka pastruar nga gjendjet e gabuara, u ka mësuar librin Kuranin dhe urtin dijenin e thellë, me që ata më parë, në të vërtetë, kanë qenë në humbje të plot. Është ai që u dërgoi të paditurve profet nga mesi i tyre, që tu lexonte ajetet e tij, ti pastronte ata, tu mësonte librin dhe urtësinë, kur më parë ata ishin në humbje të plot, të palexuarit ishin ata të cilëve nuk u kishte zbritur ndonjë libër qiellor dhe nuk kishin as gjumë prej shpalljeve vinore ose me fjalë të tjera, që nuk ishin i startë të librit. Kështu, Allahu i lartësuar u dhuroi atyre një mrekulli, një mirësi më të madhe se çdo mirësi që u pati dhënë të tjerëve, sepse ata ishin krejtësisht të humbur në padituri dhe larg çdo të mire. Arabët ishin në një humbje të thellë aso kohe, duke adhuruar pemët, kurrët e putat. Mund të thuhet me të drejtë se ata ishin si egërsia pylli, ku i forti hante të dobtin dhe tërësisht ignorantë rreth profetëve. Pas gjithë kësaj gjendjeje, Allahu i lartësuar zgjodhi një profet nga xhiri i tyre, të cilët ata ja njihnin prej ardhjen, virtytet dhe, sidomos, sinqeritetin. I lartësuari e zgjodhi profetin Muhammed a.s. për t'i shpallur librin e tij, që ai t'u apërcitte me pasat të tjerëve, duke u kënduar ajetet e qarta që mbushën zemrat me besem, bindje dhe siguri të plot. Nëpërmjet kësaj shfaljeje, ai do të pastronte shpirtrat e tyre për t'i pajisur me virtytet më të larta. Ai do t'i edukonte shpirtrat e humbur me cilësitë më të mrekullueshme, duke u mësuar çdo mënyrë, fjalë dhe vepër për të arritur këtë qëllim. Ai do t'i pastronte nga cilësitë, fjalët e veprat e ndyra, duke i pajisur me dije. Profeti Muhammed a.s. u mësoi njerëzve librin dhe urtësinë, domethënë Kuranin dhe traditën profetike, mësime që përfshinin njohuritë të parëve dhe të fundit. Pas këtij edukimi me diturit e madhe dhe të vërtetë, pas pastrimit dhe lartësimit të shpirtrave të tyre, ata u kthyen në njerëzit më të ditur. Madje, ata u bën krerët e të mençurve dhe të urtëve, të pajisur me fen më të plot. Ata u bën njerëzit me moralin më të lartë, plot fisnikëri dhe urtësi. Ata ndoqën udhën e drejtë me përpikmëri për veten e tyre, por u bën udhëzues të tjerëve. Ata u bën imamët e të udhëzuarve në rrugën e drejtë dhe udhëzues të besimtarëve. Profeti Muhammed a.s. dhe shpalja hyjnore ishin mirësitë më të mëdha që Allahu i lartësuar u dhuroi këtyre njerëzve, edhe të tjerëve nga ata, të cilët ende nuk u janë bashkuar, ai Perëndia është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Por edhe të tjerëve që ende nuk u janë bashkuar atyre, ai është ngallënimtari i urti. Gjithashtu, nëpërmjet profetit Muhammed a.s. dhe shpaljes së tij, Allahu i lartësuar e plotësoi mirësinë e tij mbi të gjithë popujt e tjerë dhe jo vetëm mbi të palexuarit. Kjo përfshin të gjithë popujt, si ata që jetuan në kohën e profetit a.s. Ashtu edhe ata që do të vinin më vonë pas tij. Shpjegimi i mësipërm është njëri kuptim i fragmentit që ende nuk u janë bashkuar atyre, po ka mundësi që kjo fjali të ketë për qëllim brezat e mëvonshëm, që do të vinin pas atyre që jetuan në kohën e profetit dhe të cilët nuk do mund të arrinin gradën e brezave të parë në veprat e mira dhe shpërblim. Sidoqoftë, të dyja kuptimet janë të sakta dhe ajeti përmban ato, pasi nuk ka dyshim se brezi mes të cilëve u dërgua profeti a.s. dhe jetua në kohën e shpaljes, duke qenë luftëtarët e parë të Islamit, u dalua me shumë veçori, aq sa askush pas tyre nuk mund t'i arrijë me ata. Dërgimi i profetëve që ata t'u lexojnë popujve shpaljet e Zotit, për të pastruar zemrat e për t'u mësuar çdo gjë të dobishme për dynjan dhe ahiretin e tyre, dëshmon për diturinë dhe urtësinë absolute të Allahut të lartësuar, i cili nuk do t'i braktiste kur krijesat e tij për t'i lënë në çoroditje dhe përhumbje. Ai dërgoi mes tyre profet për t'i udhëruar dhe për t'i ndaluar, për t'i ngarkuar me ligje e detyra që rregullojnë jetën e tyre dhe për t'i ringjallur pas vdekjes, që t'i shpërblej me bujarinë, bamirësinë dhe drejtësinë e tij. Kjo është dhuntia e Perëndisë, të cilën ai ja jep kujt të dojë, e dhuntia e Perëndisë është e madhe.
Kjo është mirësia e Allahut që ja jep atij çdo. Allahu është i zotëruesi i mirësisë së madhe. Udhëzimi në rrugën e drejtë është mirësia më e madhe e Allahut të urtë, të cilën ai ua jep atyre robërve të tij që ai dëshiron. Mirësia e udhëzimit është shumë herë më e madhe se mirësitë e ushqimit, pijes, pasurisë dhe të çdo gjëje tjetër të kësaj dynjaje. Besimi i drejtë është bazë për arritjen e çdo të mije dhe përfitimin e lumturisë së përjetshme. Shembulli atyre që janë obliguar me teurat e pastaj nuk e kanë zbatuar, i shembellën gumarit që i bart librat për padobi. Sa të keqin janë ata, të cilët i mojnë argumentet e Perëndisë. Perëndia nuk e orienton në rrugën e drejtë atë popull që është dhunues zullumçar. Përngjasimi atyre që i besua Teurati dhe nuk e zbatuan atë është me gumarin që thjesht bart libra. Sa i keq është përngjasimi atyre që mohojnë ajetet e Allahut. Në ajetet e mësipërme, Allahu i lartësuar përmendi bujarinë e tij të pashembull dhe mirësitë e tij të pakrahasueshme që i dhuroi popullit të paditur dhe të gjytur në humbje, duke dërguar mes tyre profetin analfabet. Ai dalloi ata me vlerat e larta, të cilat nuk i ka arritur askush prej popujve të tjerë, qofshin ata popull që nuk ishin libër qiellor, qofshin sartë e librit, të krishterë dhe judë. Nëpërmjet profetit famallë dhe shpalljes së përjetshme që ai solli, populli i palexuar u lartësua mbi të gjithë popujt e tjerë, nga të hershmit dhe të mëvojshmit. Edhe starët e librit, të cilët pretendonin se ishin dietar, edukator, të mençur dhe të urtë, mbetën shumë pas këtij populli të zgjedhur, që punoi me sinqeritet, këmbëngulje dhe përpikmëri për të vënë në zbatim fenë e Zotit të tyre. Ishte pikërisht ky përkushtim shkaku i lartësimit të tyre. Në ajetet vijuese, Allahu i lartësuar na jep të kuptojmë një fakt të tillë, duke përshkruar sjelljen e kundërt të judëve dhe të krishterëve. Allahu i lartësuar i kishte ngarkuar judët dhe të krishterët që të studionin dhe zbatonin Teuratin, por ata nuk e kryen këtë detyrë. Për këtë arsye, ata nuk e meritonin të ishin populli i përzgjedhur. Ata e shpërfillën amanetin e Zotit, prandaj i lartësuari i shëmbelleu ata me gomarin, i cili mban në shtëpi një bar me libra. A përfiton një gomar nga librat që mban mbi shtëpinë? Piçudica a meriton ai të nderohet për shkak të ngarkesës që bart. Piçudica kështu krahasohen dietarët që i fut dhe të krishterë, të cilët nuk e vunë zbatin Teuratin, një nga porositë më të rëndësishme të cilit ishte ajo për pasimin e Muhamedit së Ause. Ata duhet ta ndiqnin këtë profet me cilësitë e përshkruara qartë në Teurat. Po çfarë do bëu bëri atyre kjo porosi? Të vetmet gjërat që ata përfituan prej sjelljes së tyre ishin dëshpërimi dhe fakti që nuk do të kenë me asnjë justifikim para të Zotit për mohimin dhe refuzimin e të vërtetës. U përshërofta ai popull që mohon argumentet e qarta të Allahut të lartësuar, të cilat dëshmojnë për vërtetësinë e profetit të madh të fundit të kohës, Muhamedit as, dhe vërtetësinë e shpalljes që ai përcolli. Le ta dim këta të mirë se Allahu nuk i uzon në rrugë të drejtë keqpërësit. Për sa ku ata kanë si cilësi padrejtësinë, urrëtitjen dhe armiqsinë, Allahu i lartësuar nuk ka për t'i udhëzuar në rrugën e drejtë. Një nga padrejtësitë e xifutëve është që ata e dinë shumë mirë se janë në rrugë të padrejtë, megjithatë pretendojnë me të madhe se janë në të vërtetën, madje se janë populli më i zgjedhur në të gjithë njerëzimin. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar urdhëron profetin e tij që t'u thotë atyre: Thuaj, o hebrejnë xifut, nëse ju pohoni se jeni të vetë njerëz të dashur të Perëndisë, atëherë dëshiroj vdekjen, nëse jeni të sinqertë. Thuaju, o judej, nëse mendoni se jeni miq më të dashur të Allahut mbi të gjithë njerëzit e tjerë, atëherë kërkojeni vdekjen, në qoftë se jeni të sinqertë. Nëse jeni të sinqertë kur thoni se jeni në rrugë të drejtë dhe të zgjedhurit të Allahut, atëherë kërkojeni vdekjen. Kjo duhet të jetë shumë e thjeshtë për ju nëse do të jeni të sigurt në pretendimin tuaj. Nga ana tjetër, mospranimi i këtij propozimi tregon të kundërtën. Duke qenë se ata thjesht kishin pretendime boshe dhe kur nuk do të guxonin ta pranonin këtë sfidë, i lartësuari thotë: ata kur nuk e dëshirojnë vdekjen për shkak të veprave që kanë punuar, e Perëndia i njeh mirë zullumçarët. Por ata nuk do ta dëshirojnë kurat për shkak të veprave që kanë bërë me duart e tyre. Allahu është i gjithditur për keqpërësit. Nga që janë të mbushur plot me gjinoa dhe poshtërsi, ata i tremb vdekja. Por të mos harrojnë se Allahu i lartësuar është i gjithditur për zullumçarët. Asnjë padrejtësi e tyre nuk mund të fshihet atij. Edhe pse ata kur nuk do ta kërkonin vetë vdekjen, kjo përsëri nuk ka për të shpëtuar, siç thotë i lartësuari. Thuaj, vdekja së cilës po ikni ju, ajo do t'ju arrijë. Pastaj, ju do të ktheheni tek ai, që i di gjërat e dukshme dhe të padukshme, dhe ai do t'u informojë juve për atë që keni punuar. Thuaju, vdekja, së cilës ju i ruheni, padyshim që ka për t'ju zënë. Pastaj, ju do të ktheheni tek ai, që e di të padukshme dhe të dukshme, dhe atëherë ai do t'ju tregojë se çfarë keni vepruar. Pa diskutim do të vijë dita kur ata t'i glabërojë vdekja, të cilën Zoti e ka bërë të pashmangshme për krijesat. Pas plotësimit të afatit të tyre në këtë dynja,
kur ata t'i dorëzohen vdekjes, janë dita e Kiametit, kur ata do të kthehen të gjithë tek i gjithdituri për të fshehtën dhe të dukshmën. Ajo do të jetë dita kur secili do të shpërblehet me drejtësi për gjithçka që ka punuar, të mirë apo të keqe, të vogël apo të madhe. O besimtar, kur të thirreni për lutje ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Perëndin namazi i xumas dhe pezulloni shitlerjen, kjo është më mirë për ju, nëse dini. O ju që keni besuar, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xuma, nxitoni për atje ku përmendet Allahu dhe lëreni shitlerjen. Allahu i lartësuar i uron robërit e tij besimtar që të jenë të pranishëm në namazin e xumas, madje të nxitojnë për këtë. Ai urdhëron që ata të përgjigjen thirrjes për këtë namaz, duke nxituar e duke u kujdesur që ai të jetë angazhimi më i rëndësishëm i asaj dite. Kësaj, fjala nxitoni në ajet nuk nënkupton rendje me vrap apo të ecurit me nxitim që janë të ndaluara të bëhen, por ka për qëllim përkushtimin maksimal ndaj namazit të xumas. I lartësuari na urdhëron që sapo të thirret ezani, ta ndërpresin tregtinë dhe angazhimi juni vetëm të jetë pjesëmarrja në aktivitetin e ditës së xumë. Allahu i lartësuar na mëson se përgjigjja ndaj kësaj ftese është më e mirë dhe më e begashme se angazhimi me tregti. Nuk lejohet kursesi braktisja e këtij namazi, i cili është një nga detyrimet më të forta. Kjo është shumë e dobishme për ju, nëse dini. Nëse dini që shpërblimi i përgatitur tek Allahu është më i mirë dhe i përjetshëm dhe se kush i jep përparësi dynjas kundrejt ahiretit, ai ka dështuar dhe ka rënë në humbje të vërtet, duke menduar se është duke fituar. Urdhri për lënien e shitblerjes vlen vetëm për kohën gjatë namazit, sepse Allahu i lartësuar thot më pas: E kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni nëpër tokë dhe kërkoni nga begatitë e Perëndisë dhe përmendeni shumë Perëndin për të arritur shpëtimin. Pasi të falet namazi, atëherë shpërndahuni nëpër tokë dhe kërkoni nga begatitë e Allahut. Pasi të falet namazi, mund të shpërndaheni për të kërkuar fitimin e ndeshëm. Duke qenë se angazhimi me shitblerje mund të hutojë besimtarin, Allahu i madhruar na urdhëron që ta shpeshtojmë kujtimin e tij, duke na treguar kështu atë që i mban zemrat tona gjallë, por përmendeni shpesh Allahun që të gjeni shpëtim. Duhet ta përmendim Allahun në çdo gjendje, kur jemi në këmbë, kur jemi ulur, kur jemi shtrirë apo të mbështetur. Nëse e bëjmë këtë, ai premton se do të gjejmë shpëtim. Sigurisht, shpeshtimi i kujtimit të Allahut është një nga shkaqet më të mëdha të suksesit në çdo fushë. Mirë po, kur ata shohin ndonjë tregti ose lojë, shkojnë tek ajo e të lënë ty të qëndrosh vetëm. Thuaj, ajo që është e Perëndia është më e mirë nga hengu e nga tregtia. E Perëndia është furnizuesi më i mirë. Kur shohin ndonjë tregti ose dëfrim, pendin drejt tyre, ata dalin me nxitim nga xhamia, të joshur nga kocit e kësaj dynjaje, duke e lënë mirësinë e vërtetë. Allahu i madhruar thot, duke të lënë ty në këmbë. Kjo ndodhi një ditë xumaje, kur profeti Asa ishte duke mbajtur hyrjen e xhami. Në këtë kohë, njerëzit dëgjuan për një karvan plot me majra tregtje që kishte ardhur në Medinë dhe filluan të largoheshin nga xhamia, duke e lënë profetin Asa, duke mbajtur hyrje. Kështu, ata treguan mungesë të theksuar edukate dhe respektin ndaj profetit Asa dhe ndaj një adhurimi të rëndësishëm, siç është falja e xumas. Ata braktisën diçka që nuk duhet ta braktisnin kurrë, sepse Allahu i lartësuar thot: Thuaju, çfarë gjendet tek Allahu është shumë herë më e mirë se dëfrimi dhe tregtia. Allahu është furnizuesi më i mirë. Shpërblimi me mirësi dhe begati për devotshmëri ndaj Zotit është shumë më i mirë se sa tregtia, lojrat dhe kocit. Është e vërtetë që nëpërmjet tregtisë arrin disa dobi e mirësi, por ato janë shumë pake, madje të mendimshme, kur i krahason me mirësitë e shumta të ahiretit. Durimi në zbatimin e urdhave të Allahut nuk duhet të mendohet kurrë si shkak i varfërimit, sepse Allahu i lartësuar është furnizuesi më i mirë. Ata që bëhen të devotshëm ndaj Allahut do të furnizohen prej ande nga nuk e mendojnë dhe nuk e llogarisin fare. Nga këto ajete nxjerrin shumë dobi, adhurimi i xumas është detyrë për secilin besimtar. Është detyrë, gjithashtu, për kushtimin e plotësimin e këtij adhurimi. Dëgjimi të dy javë pjesëve të hutbes së xumas është farsë, sepse Allahu i lartësuar thotë: Nxitoni për atje ku përmendet Allahu, dhe është komentuar se këtu flitet për dy pjesët e hutbes. Ligjshmëria e thirrjes së ezanit ditën e xumë, madje urrimi për të. Ndalesa e shitblerjes pas thirrjes së ezanit. Shitblerja gjatë kësaj kohe është haram, sepse ajo të pengon nga plotësimi i detyrimit. Kjo tregon se çdo çështje, edhe nëse në origjinë mund të jetë lejuar, nëse në ndonjë gjendje të caktuar ajo të pengon nga kryerja e një detyrimi, atëherë ajo konsiderohet e palejueshme. Në këto ajete urrohemi që të jemi të pranishëm në të dyja hutbet e ditës së xumë dhe çortohet rënd ai që nuk merr pjesë në to. Në mënyrë indirekte, kuptohet gjithashtu se gjatë dy hutbeve është detyrë hesha dhe përqendrimi në dëgjimin e ligjëratës. Ajetet na mësojnë se si duhet të veprojë robi i cili, kur thirret në adhurimin e Allahut, gjen vështirësinë e vetën e vet, sepse joshën nga argëtimet dhe kënaqësitë e kësaj dynjaje, përfshi edhe tregtinë. Në të tilla raste,
ilaçi më i mirë për të bërë i qëndrueshëm në adhurimin e Allahut, duke mos u kotur në plotësimin e dëshirave të nefsit, është që robi ti kujtoj vetvetes mirësitë dhe begatitë e shumta që Allahu i lartësuar premton për besimtarët që u japin përparësi veprave që kënaqen atë, kundrejt epshit dhe dëshirave të tyre. Këtu përfundon tefsiri i surës Gjumua dhe falënderimi i takon Allahut të madhruar.